Sipas nenit 81 të Kushtetutës së Maqedonisë, presidenti i ri zgjedhur Gjorgje Ivanov duhet të fillojë mandatin e tij më së voni deri më 12 maj me dhënien e deklarantës para parlamentit. Përbërja e re parlamentare në përputhje me Kushtetutën duhet të konstituohet më së voni 20 ditë nga dita e zhvillimit të zgjedhjeve deri më 17 maj. Nëse nuk mbahet mbledhje konstituive në afatin e parashikuar, atëherë deputetët vetë mbajnë mbledhje konstituive dhe konstituojnë kuvendin në ditën e 21 të përfundimit të zgjedhjeve, ose kjo i bie të jetë më 18 maj në ora 10. Në këtë rast mbledhjen e thret deputeti më i moshuar, e nëse edhe ai nuk pranon ta bëjë një gjë të tillë, atëherë vazhdon pasuesi tjetër më i moshuar e kështu me radhë, deri te deputeti që do të pranojë të mbajë mbledhjen konstituive. Mandati i deputetëve, kuvendi e verifikon në mbledhje konstituive me propozim të komisionit verifikues. Kuvendi mund të shtyjë verifikimin e mandatit të deputetit dhe të kërkojë që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve t'i kryejë shqyrtimet e nevojshme për shkak të kontrollimit të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së zgjedhjes së bërë dhe në afat prej 30 ditësh për këtë ta njoftojë kuvendin. Qeveria me propozimin e mandatarit dhe në bazë të programit duhet të zgjidhet në parlament me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve, më së voni deri më 16 qershor.